I'm looking at the world through rose-colored glasses, and it says everything I feel. Mirëmëngjesi. Sot shkojmë kështu. Mëngjesi për Solejan është mysli me moll. Kafja mamit, mysli dhe unë për shpejt, edhe Lela, ideja ishte Lelës që donte mysli për sot. Jemi me një çorap kështu sepse zë Njusha njërin e heq e fut në gojë laget edhe që kështu një bie që i vesh një çat kapi. Tani, prit, kemi momentin ton të lojës. Lela, qetësoge ma, qetësoma. Ky është Lela shumë super mega aktive, edhe avash. Edhe aktive. Nuk je aktive ti? Po pra që lodh shumë, nuk lodh shumë ti? Ndërsa Solea është tip më i qetë. Po pëlqen patelanat e mia. I pëlqen shumë këto mamikat preferuara që janë me ngjyra të bukura. Hajde ti kamatrëm jajde. Ndërkohë që Solea fjeti pak gjumë, unë me një dorë, sepse kisha në krah, vura pak, kujdes mami, vura pak gjellën e drekës, do bëj gjellë me thjerza. Me ato kata. Ashtu? Mos e prek, mami. Po Solea mu prek. Mirë, po ti qëndroj pak larg, të lutem se ke prek buzën me atë. Kem një problem që Lelës i ka dalë një herpes tek buza, edhe do të jem të kujdesshme, prap i ka dalë. Prap. Që të mos t'i ngjitet Soleas. Mirë Soleas, po të gjithëve ne. Tani kemi pak ushtrime me Solean për ta ndihmuar me zhvillimin e saj motorik. Edhe vjen orari i drekës, do hajmë drek, vjen orari i gjumit, na vjen babi, aty është momenti që unë duhet bëj ndonjë gjë, mund të bëj ndonjë punë. Bravo. Edhe kur flen Solea gjumin e drekës që e ka pak më të gjatë, Lela ndërkohë na bëri një vizatim shumë të bukur. Ka ndezë edhe televizorin tani, siç e dëgjoni. Ka edhe screen time, por rëndësi ka për mua që të mos rri gjithë ditën aty përpara, që kështu mundohemi të bëjmë aktivitete të ndryshme. Përfshirë këtu edhe pak aktivitet fizik që të shkarkojmë energjitë. Ja, dhe gjella është gati, kjo është e solushit. Është gjellë me thjerza, me mish viçi, karot qep, edhe spec i kuq, që mos t'i hedhi salcë. Mund t'i kisha hedhur edhe patate, por që do t'a shoqëroj me bukë për karbohidrate. Ja dhe lelushi mami, të deshi si motra, me shumë parmigiano sipër. Dhe tani erdhi orari i darkës. Për Solean kam pak lëng mishi dhe mish, edhe mund ta bëj shumë thjesht me ndonjë perime ekstra, ndonjë makaron yll, nuk e di, të shikoj. Por që dua të bëj edhe pak bolognese, plus kam ndërmend një recetë tjetër që kam parë. Mirë. Se të marrë një tjetër po deshe. Unë zakonisht këto, po thoya që jo, kam ndërmend një recetë tjetër që kam parë, që është një piadina me si tip kebabi bërë në shtëpi. Duke qenë se kam mish të mirë viçi, mish të grirë, atëherë thash që ndoshta mund ta bëj. Por do shikoj. Ndërkohë do bëj, e sigurt do bëj një bolognese, nëse Lela nuk mi han gjitha karotat normalisht. Basta se të pres dorën. Vaj. Unë këto zakonisht po thoja i bëj me atë blenderin, po që e kam për t'u larë në lavastovilje. Edhe me gjysmë hënën është perfekt. E kam pastile këtë gjysmë hënën për këto punë. Mungon gjithmonë kur unë bëj bolognese, i hedh një selino, hudër, qep, karot, edhe prezzemolo, majdanoz. Por majdanozi nuk e kam të njom, e kam të thatë që kështu nuk e bëj këtu, du ta vendos si erës kur të gatuhet. E kam thënë ndoshta edhe herë tjetër, por
sekreti për një bolognese të mirë, për mendimin tim për të hequr aciditetin, ok, mund të bëhet duke hedhur dhe pak sheqer, një lugë kafe sheqer për shembull, por edhe me një maj, pikërisht një maj të vogël sot buke, i heq komplet aciditetin, por kujdes kur them një maj, sepse për ndryshe i anulloni komplet shijen, ajo i balancon aciditetin edhe del shumë e mirë. Kaq ishte soda. Karita ta filmoja ato, por që kjo është beshamela. Do t'i bashkoj me salcën, e bëj me 3 lugë miell, qark vaj, krip, noce moscat dhe arë moscat edhe piper, përqendrim edhe piper. Mund të përdor këto, sepse më skadoj. Unë i përzjeva bashkë. Dhe tani të shkruaj ta shtroj. Për pak të shedogja, por që still fine. Jemi pothuajse në fund të kësaj darkës, mos shikoni këtu se ky është peshiri që vendos te dushi. Të spostohemi, të gjejmë kënd më të lezetshëm se sa me peshiri në background. Unë bëra dushin edhe tani do bëj këtë maskën që ma ka dhënë Claudia. Edhe është me peeling, ja kisha vënë syrin kësaj unë me ditë, po tani më doli koha. E të thoni do u relakson ka brisi tani. Jo, shoqet e mia të dashur, do shkoj që të mbledh kushinën që ta kem nesër në mëngjes, sikur nuk i kam bërë unë. Po ju akursej pamjen nga ana ime, sepse nuk jam në gjendjen time më të mirë për shkak të migrenës, por thash t'ju tregoja këtë sepse është gjell tamam kështu për vaktin, për stinën, për periudhën që jemi. Edhe është shumë e mirë, shumë e thjeshtë. Nëse se keni ndarë se çfarë do bëni për dreka, për darkë, çohuni shoqjet e mia, merrni një kungull, zukina, selino, kemi qepën, kemi një kofsh mish bio, kemi karrota 2 poshtë, ja, kam hedhur që t'i hedh edhe hudrat, nuk do të harrojmë hudrat. I fusni këtu në tenxhere, i zieni. Unë madje i lej kështu me copëza, se pastaj në fund i fruloj që të përdor edhe pak për solean, po që edhe mos u duket asnjë perime që kështu fëmijët nuk na e refuzojnë. Ka gjitha vlerat, është kaq e thjeshtë, pa mundim, e shpejt, mishin pastaj e nxjerr, e bëj fije dhe hedh përsëri, për solean me shumë mundësi do ta fruloj. I shtoni ndonjë oriz ose makarona, yje nga ato që janë si oriz, çfarë doni ju, edhe kryet punë. T'ju bëj mirë. Ja edhe hudrat. Kjo do t'jetë darka jon. Për drek, për solean bëra polenta me lëngun e mishit nga dje. Dhe për sot në drek patëm akoma lasagna, ka tepruar në fakt akoma edhe një copë, po që për drek për dark do të kemi këtë. S'filmova fare sepse jam marrë me punë, po që kur të rregullohen pak do dalë edhe me fytyrë. Më jepni kohë të pi kafen time me filxhanët që i kam dhurat nga Claudia. Edhe kjo koha është tamam kohë dimri. Edhe ka ftohur goxha në fakt. Do pi kafen edhe pastaj do bëm gati sepse do dalim, se kemi për të nisur edhe disa porosi. Më jep një kohë që të vi në vetë. Ja, dhe me fytyrë. Tani po dalim, se duhet çoj 2 porosi. Ok, non la metti, dai. Se, Leila, ke një tjetër. Dai. Qup. Dhe ka kapo. Tani do shohim edhe për breda tani, do më thëni do shohim për breda të vërtet. Do doja shumë që këtë vit ta merrnim të vërtet. Po sa do na realizohet do ta shikojmë. Hapim zyrtarisht kohën e çaj batanie. Oh my god. Tani kam bërë një kamomil. Të shpresojmë që të më qetësoj kokën. Sot shkoj kështu
Sot kaq ishte maksimumi i produktivitetit për mu. Por sot e mbylli me kaq. Nga dita tjetër, unë jam këtu. Kam një 2 minuta pauzë që unë të haj diçka edhe thash ta provojmë bashkë këtë high protein pistacia style mousse. 20 gram protein. Se si e lexova një zot e di po nejse. Nuk ka sheqer thot edhe është një mousse me pistak. Nuk ka një aspekt shumë të bukur, po që e bleva dje. Mendova se ishte i mirë ta shikoj. Jo keq, nuk qenë ka i keq. Jam mësuar me muset me çokoladë dhe kjo në pamje më dukte si çuditshëm, por që okay, nice. E mora te Edeka goca sepse ka protein, thot, ka protein të lartë, edhe kështu. Më duhet një karikim me protein tani në mëngjes që të përballoj ditën. I kam të dyja gocat në shtëpi, këtë javë Leila nuk ka kopësht, që mos u them për ditë, sepse është mbyll, ka rënë Covid atje. Edhe do ta kem në shtëpi, po unë kur e shikoj që ka kështu kovi rozësh e mbaj në shtëpi. Vura Solia në gjumi i parë, ne kemi hëngrë mëngjes, patëm avokado toast për të treja, edhe Solia buk me avokado. Edhe unë kështu më doam gjithmonë që të bëj të njëjtën gjë për gjithë, sepse është shumë angari të gatuash për gjithë secilin, ne mundojmë të hajmë gjithë shëndetshëm edhe kështu. Leila se ka shumë qef avokado, në them të drejtën, sa e provoj pastaj nuk e donte, hoq avokado në hëngrë vetëm me gjallë me djath. Tani Leila po lozte dhoma i lojas, që është një katastrofë vërtet. Unë shkova, futa një lavatrice, tani do bëj drekën, ndërkohë që Solea po flet, mundësisht edhe darkën do ishte mirë, në qoftë se do t'ja dalë, sepse pasdite kemi një impenjim shumë të rëndësishëm edhe nuk e dim kur kthehemi në shtëpi, që kështu unë duhet të nxitoj. Tani do haj këtë? Ndërkohë, ose me shumë mundësi. Ndërkohë që bëj gjëra do haj dhe këtë, edhe se gjumi i parë shumë i shkurtër për Solea, shumë i shkurtër, do të thotë mund të jetë gjysmë ore, 40 minuta, nuk është ai gjumi i drekës që mund të kapi 1 orë dhe më shumë se sa 1 orë. Që kështu duhet të nxitoj, të bëj sa më shumë gjëra të mundur. Në fakt unë e hapa këtë për të treguar që sot do t'i provojmë Soleas merluc. Ka marrë këtë merlucin. Nuk e di se sa i mirë do jetë, por nuk gjeta një më të mirë. Edhe do t'a bëj në furrë. Ose mund t'a bëj dhe në tigan, ose mund t'a bëj në avull. E dini çfarë? Po mendoj t'a bëj në avull. I'm not sure, do shikoj. Ndoshta do fus në furrë me gjithë me patate. Edhe që t'i bëj patate, ndoshta ndonjë zukina, jo zukinën hëngri dje, ndoshta pastinak ose karrota, patate, karrota dhe merluc, besoj se është ide e mirë, që t'jetë vakti komplet me bazën e mish ose peshk si gjithmonë, ose ndonjë legum, edhe që të ketë edhe karbohidrate siç është patatja, po të ketë edhe ndonjë vitamin ekstra siç ka karrota. Kjo është gjithmonë ajo baza që unë mbaj ndërmend kur gatuaj për ne. 2 puna rita t'i bëj, Solea u zgjua, tani është ora që t'i japim darkë të voglave. Drejt, më thonë. Soli, këtë miksin, ne trasim Solean Soli, nuk na e hëngri me qef, por pataten të dora, qik më mirë. Prandaj gjithmonë provojni që t'jepni diçka në dorë, se edhe loz, edhe harrohet, edhe sikur e pranojnë më mirë. Certo. Ma certo che no. Ne hëngrëm drekën, unë jam me thënë të drejtën, po që nxora pak gocat, se Leila nuk ka kopësht, edhe na doli dielli, dhe why not, pse mos të dalin të lozin pak në lagje. Sì, adesso ci beviamo una bella camomilla, do pim një çaj kamomili të mirë, që të ngrohemi pak si ishte shumë ftohtë. Uftohem fare. Ne sa po erdhëm dhe morëm nga një picë.
Me shishimin nxitim. Hello, nga një ditë tjetër. Në fakt është darkë. Sot nuk kemi pas një ditë shumë të mirë, të them të drejtën. Unë nuk kam filmuar fare, por tani duke qenë se po hap disa pako, thashë t'u tregoj dhe juve. Po ikën ti Leila? Po. Pse? Se unë tani. Okej. Më kanë ardhur disa gjëra nga Sensei quhet, nuk e di nëse e prononcoj mirë. Është një aplikacion, ka edhe dyqane fizike, madje di që ka edhe në Shqipëri. Edhe unë atje mora advent kalendarin tim. Tani unë praktikisht po i hap të gjitha për arsye se Leila do t'i hapi. Që gabim që i hapa me Leila këtu, po që nuk po kisha mundësi tjetër. T'ju tregoj se çfarë kam bler. Këtë advent kalendarin nuk dua t'u bëj shumë spoil sepse e di që ndoshta ndonjëri nga ju ka dëshirë ta blej. Kushton shumë pak, po ka gjëra shumë cute. Këto për vitin e ri ishin shumë cute. Pastaj ky dhe një tjetër ishte ky llastiku. Mami, këtu. Faleminderit. Shikoni ju kemi lëvithojnë e dyja. Nesër do jenë shumë të bukura. Nesër, ti gëzojmë për sonte. Hello, nga dita tjetër, sot është një ditë shumë e veçantë në fakt. Jemi pothuajse nga mesi ditës sa është ora tani, pas ka shkuara 4, shumë vonë. Jam shumë vonë me përgatitjet sot, sepse sot në fakt është mesiversario, sot është 7 mujori i Soleas, edhe nuk kam arritur të organizohem më para, se kështu kanë qenë ca punë le të themi, edhe nuk ka qenë një nga ditët më të lehta, por prapë se prapë, nuk doja ta lija gocën pa tort sot. Edhe sa po bëra pandispanjën, si që patë sekuenca, gjithmonë me recetën që unë përdor për pandispanjën, që është me 4 vezë, 1 gotë sheqer, gjysmë gote qumësh, gjysmë gote vaj farash, edhe 1 gote, 1 çerek, 1 gote gjys, varet se sa do t'ju haj masa për mielën dhe fryrës. Duke të thash gjitha, po edhe e bëj kështu. Bëm me përsëritur se di që kam treguar 100 herë, po ndoshta ka goca që nuk e kanë parë herë tjera, edhe e shtroj tek tepsia kështu të hollë, edhe i pres format pastaj sipas të rezistimit, dhe kjo pandispanjë nuk ka nevojë as për ta zbutur sepse vjen shumë e butë. Edhe e përgatit tortën direkt, praktikisht nuk është se ka nevojë që të ri aty që të zbruhet, që të zbutet. Fakt, sa po erdha nga jashtë me Lelën, një bëm një shëtitje të dyja, është ekstrem ftohtë, nuk e di se sa gradë, por që ka rënë ngric, ka 2 ditë që bie ngric, edhe është shumë ftohtë. Ishte tempizmi perfekt sepse kur dolëm ne këtu në lagje gjithmonë, doli edhe shoqja vet, e cila ka disa njerëz kanë po bën party sot edhe nuk po lozim bashkë, por që mirë sepse doli me një fëmijë tjetër dhe lozëm pak. Nuk e bëm me plan, por na shkoi shumë mirë kështu që Leila pati edhe pak interaction, edhe pak që lozim me fëmijët e tjerë, domethënë. Se ajo mërzitet, ka një javë që nuk shkon as në kopësht, se nuk kanë qenë mirë ato te kopshti, një çik unë rrie kujdesshme, nuk e çoj vet. Edhe gjëja vetme që ka bërë për këtë javë është që ka qenë në balet, edhe që ka parë Octavia, domethënë, nuk ka parë fëmijët e tjerë. Edhe ka nevojë dhe ajo. Unë nuk do humb kohë, do të përgatis direkt tortën, nuk e di njerëz se si do ta bëj. Është thjesht improvizim. Çdo herë kur unë bëj tortën e Zoleas është improvizim, si të më vi, sepse unë nuk është se nuk jam ekspert e tortash, edhe është thjesht diçka e bërë në shtëpi për shenjë. Nuk më intereson shumë. Nëse vjen bukur, jam shumë e lumtur, po e kam fjalën, nuk më intereson shumë pjesa që të super përgatitem, nuk blej asnjë gjë ekstra, ato që kam në shtëpi që më gjenden me ato, edhe kështu. Sepse jam me idenë që rëndësi ka ajo shenja që po i bëj diçka, edhe ai momenti, ai kujtimi se sa ti marr një tortë perfekte, thjesht të bler, mund edhe t'ja blej, por që kam qef t'ja bëj vetë ashtu imperfekte, por të bërë me shumë dashuri. Edhe në fakt të themi të drejtë, nuk është se kam gjetë një që bën torta shumë të
tortat shumë të bukura, këtu kur kemi marrë edhe shumë të mira. Ndoshta kam ndonjë gocë shqiptare që bën torta. Në fakt Klaudia më ka thënë për një, po që ndoshta për tortën e 1 vjetori që duhet jetë pak më e madhe, le të themi, ku e di unë, mund atje, po këto të 1 mujorit, edhe për punë shpenzimi, se një tort edhe sa do e vogël, pa 50 euro nuk të kushton, edhe nuk ka nevojë që të harxojmë 50 euro në muaj për tort. Do më thënë, nëse është mundësia, keni dëshirë, pse jo, po për mendimin tim është shumë mirë diçka sa për shenjë, është still okay, është akoma okay, mendoj unë. Nuk e di si e mendoni ju për këtë pjesë, nuk dua të gjykoj asnjëri që e bën, përkundrazi, gjithsecili di vetë edhe shumë mirë, po që unë kështu e kam atë metodën time që dua t'ja bëj vetë, edhe nejse, shumë fola, duhet t'i futa punës. Dhe këtu kemi edhe trëndafilat që i vleu babi Soleas. Nuk e di se si duket, ju ndoshta nuk e besoni, por gjithë kjo është bërë në më pak se sa 1 orë. Tani këtu do vendosim edhe Solean, edhe do t'i bëjmë foto. Dhe tani qepën do ta presim me thik. Thika është shumë e rrezikshme, shikoje? Po tjetër. Qepën do ta lajmë. Pas e lajmë qepën do ta hedhim të brenda. Do thonë ju, po Brisida, pas kaluajt ka mendja e kokës. Kam Solean këtu poshtë, duhet i bëjmë intratenimento, duhet i bëjmë, si thuhet tani intratenimento, duhet ta argëtojmë ndërkohë që unë bëj gjellë dhe për ndryshe qan, edhe duhet ta marr në krah. Që kështu unë i komentoj çdo gjë, edhe ajo më shikon e habitur, edhe unë të bëj ndonjë punë, të paktën të vej gjellën në Terezi. Është e diel njerëz, por e diel është plot punë, Gjiku ka dalë jashtë dhe ka ndesur zjarrin e tij bashkë me Lelën të djegi herën e fundit, edhe mendoj që kjo është e fundit, shpresoj për momentin. Jo, po bëja shaka, se ka edhe nga ana tjetër, po këto që ka këtu të djegi këto që ka këtu. Nga bari që kemi prerë, edhe po, nesër e ka dhënë për borë, edhe ajo që unë me zor përpres është që të vije nesër me a që të ketë borë. Na ka marrë malli për borë, në fakt një qik kej sepse kemi balet edhe ndoshta për të lëvizur me makinë nuk është idealja, po që ideja e borës më entuziasmon dhe avash vjen momenti që të bëjmë edhe pemën e vitit të ri. Ika se s'mle njëri. Praktikisht e dila jon po shkon kështu, Gjiku që po djeg atje barishtet. Lelushi është këtu që po loz. Unë e shikoj nga mbrënda me Solean, ndërkohë që e kam shtëpin katastrofë. Do doja që të vinte Gjiku brënda edhe unë bëja ndonjë punë, që të më mbaj Solean se ndryshe kjo nuk rri, po që as njërën as tjetërën se ai ka punë të veta jashtë. Po njësat në piqen paninë tona edhe? Knete, nuk ka mami, futa në furë. Po bëjmë një qik buk neve. Kishë më të stanka. Leila si bëm pak brum, ta punojmë pak. Kjo nuk është brum në fakt. Nuk mos e hajmë këtë, nuk e fusit të goja. Kjo. Është tipi plasteline kjo. Me miell, me vaj, me krip, me... Kam tregu dhe një herë tjetër. Manqika? Është manqika, po. Është manqike kjo. Ka bërë mami me një pocion manqik. Pse? Pse Pra e bërat bukur për ty. Leila e deshi blu dhe mami hodhi një kolorant, një ngjyrues ushqimi, ngjyrë blu. To ngjyrues i kemi marrë që dikur për tortën e Leilës që në gusht i kam akoma. Qa kemi Leila? Please Leila. Edhe kështu, që Leila të lozi pak këtu. Pas një jete që nuk filmoj, kam filmuar sot që nga dreka, mendoj, sa po sistemuam kolopuqet edhe më qëti ku foto që ka filluar të bjeri borë. Ta shkoj bashkë. Oh my god! Hello, këtë jam unë. Oh, sa bukur! Është bora e parë.
Është bore e parë të shtëpia jonë e re. Oh my god, sa bukur. Është shumë ftohtë. Por, që mos ta humbisni dhe ju këtë magjin. Shikoni pak. Sa bukur, thava. Po ngrej komplet grillën e sallës sepse dua që të shikoj borë. Oh my god. Oh my god. Shikoni. Më vjen shkota e zë Lelën. Po, okej, do jetë edhe nesër, që kështu le ta lejmë. Nuk kam qenë kur e lumtur në jetë më e lumtur se tani në jetën time. Që të marr rrobat jashtë se sa sot. Që do shkoj edhe bie bor. Do t'ju marr me vete. Do shkoj të marr me rroba me bor. Okej, nesër do duket më mirë. Le të shkojmë se tama. Vine un po'? Non ti ho peccato. Adesso ti becco. Adesso ti becco di nuovo. Ti ho beccato anch'io. Dreka me gocat iku me makarona me lëng mishi dhe mish të grirë, ishim me mish mishi. Për Solian dhe Lelën ishte perfekt, po për darkë do bëjmë këtë gjellën me patate dhe bizele, që është okej për të gjithë. Sot kemi dhe balet, prandaj po e bëj që tani shpejt, që mos të mendojmë për darkën. Gati për balet. Themi pak më mirë nga jo si qisha. Po. Nisëm dhe jemi vonë si gjithmonë. Kjo bukuroshja këtu mundësohet nga Klaudia dhe unë më zërë për pret që të haj. Ta kullufisë më mirë. Ja ku jam unë pas shumë orëve që sistemova solean, e vura në gjumë dhe tani zbrita prap poshtë që të ftilloj shtëpinë. Po e kthej nga ana tjetër sepse nuk keni çat shihni nga fytyra ime, të paktën të shikoni këto që po sistemoj bukur e bukur. Edhe kështu ti kemi gati për në mëngjes. Më pëlqejnë shumë këto. Atje është një kaos total, ka gjëra pako edhe çanta nga disa gjëra që më dha Klaudia. Më thot mu do të sjell 2 gjëra, ndërkohë janë 2 çanta. Unë tani kam shumë punë në fakt me shtëpinë, kam edhe editime për të bërë, nuk e di se çfarë do të bëj më para, ndërkohë jam super e lodhur, por shikoj aq sa të mundem të bëj. Por ja kështu, ndjes për këtë energjinë kaq të ulët, po është dark, është ditë e lodhshme. Mirëmëngjesi. Unë jam këtu me solushin, me vete, edhe do bëjmë pak oriz me presh dhe spinaq. Këto do hajmë të gjithë ne sot për drek. I kam hedh gjalpë dhe pak vaj ulliri për të skuqur pak preshin edhe pastaj orizin dhe në fund fare do t'i hedh edhe spinaqin. Mua më ndihmon Lela në kuzhinë se unë nuk jam dot vetëm. Bravo Lela. Pak të Lela mos në rri para televizorit. E pusim pak në punë. Për ndryshe Lelën aty e ke. Është paradite po që gati po një preku për në dalë. Le brumi që të vi mirë e mirë. Dita? Hello nga dita tjetër. Kjo do t'jetë një sfidë me veten time, sepse tani është ora 15:09. Gjiku sa erdhi, unë i dorëzova gocat edhe jam fut në kuzhinë, në orën 4 vjen shoqja ime, kolege shoqe, edhe unë kam më pak se sa një orë për të përgatitur çdo gjë. Wish me luck. Gjiku vonua pak sot, se ai dele dhe më herët, se do të merrte një pako që me zor pres t'ua tregoj edhe ato juve,
por që kjo është sfida, nuk e di se çfarë do kallandris, kështu të net ka vajzë, nuk e di se çfarë thoni ju, po nuk e di se çfarë do kallandris, nuk e di se çfarë do të nxjerrë në dritë. Ika se s'kam kohë as të merrem me fjalë. Ok, sono arrivati? Ok, Razilia, unë këto kam gati. Që iku edhe unë tani po jap darkën soleas edhe kjo është patate ëmbël me karrot, vezë, me miell, të lyera me bukë të thekur edhe i kam futur në furrë. Fillimisht duhet t'i ngrini se përndryshe ju shpërbëhen, i futi në ngrirje, unë gjatë kohës që 1 orë kështu i lash në ngrirje, gjatë kohës që isha me shoqen dhe tani i poqër, edhe janë gati për solution. Këto mund t'i mbani dhe në frigorifer dhe i keni gati pastaj në momente kështu, kur s'keni kohë. Hello, nga ky që është bërë tash më këndi postacioni i holleve të mia, nuk e di, gjithë kjo shtëpi unë gjendëm rehat i bëj hollet e mia këtu, nuk e di pse. I bëj gjitha këtu praktikisht. Ka menduar kur kemi marrë këtë shtëpi, ka menduar që ajo dhoma e ngrënies çik si kot, çik si tepër, se nuk kemi pasur përpara dhomë ngrënie, edhe më dukte pak si tepër. Por po e përdorim kaq shumë njerëz, edhe një ndër përdorimet që unë po i bëj është edhe për të bërë hollet e mia këtu, për t'ju treguar gjëra që kam bler, që kam marr, edhe nuk e di, me intuit ndoshta e kuptuat që kësaj herë bëhet fjalë për rroba. Ju e dini, unë jam në postpartum, 7 muaj tashmë postpartum, trupi ka ndryshuar, nuk jam tamam në formën ku do të doja, por jam deri diku okay dhe thash okay, duhet të blej ndonjë rrobe, duhet të marr ndonjë rrobe, të gjej disa rroba, disa veshje që tani vijnë edhe festat. Për vitin e ri neve kemi miq, së shpejt do t'ju tregoj edhe këto detajet e festave se si do t'i kaloj. Edhe thash, ok, më duhet ndonjë outfit i hajrit. Dhe këtu hyn në lojë holim nga Rihoas. Shikoja gjithmonë gocat që bënin holle me Rihoas, edhe përshtatet totalisht me stilin tim, se unë kam një stil, kam atë stilin tim që duket pak vintage, përsa i përket modës edhe fashion, besoj që kam lindur totalisht në epokën e gabuar, sepse unë jam vintage, totalisht vintage. Pak spoil këtu. Më pëlqejnë shumë këto veshjet, sidomos të viteve 50. Thash, ok, do t'i marr nga aty. Kur pash se çfarë kishte, se çfarë ofronte Rihoas, si produkte, thash totalisht duhet t'i marr. Edhe kështu, kam zgjedhur 5 outfite që me zor pres t'ua tregoj, edhe do t'i provojmë së bashku. Normalisht, duke qenë se jam mami që ushqen me G, atëherë kam menduar që të jenë të përshtatshme edhe për gjithënje, që kështu mama në të njëjtën situatë me mua i shikoni me vëmendje, edhe do t'ju lej natyrisht kodet, do t'ju lej linkun, që kështu në description box, që kështu mund t'i kërkoni ju edhe mund t'i blini, për ndryshe më shkruani pa problemi që se unë harroj. E para, edhe le të themi që me ngjyrat, unë jam gjithmonë tek neutralet, nuk guxoj shumë me ngjyrat e ndezura, përveç se do ta shikoni pasaj se çfarë ngjyre kam zgjedhur, por e para është kjo. Kam zgjedhur këtë, normalisht që hapet, detaj këtu, i ka shumë të bukura këto kopsat, kështu si të veshura, ka këto mëngët kështu të gjëra, edhe do t'ju tregoj klipet, do t'i vendos klipet një pas një që të shikoni se si më rrin kur t'i provoj. Me thënë drejtën, unë e hapa pakon edhe i provova, sepse doja që kur t'ju flisja të dija se çfarë po ju tregoja. Materiali është shumë i mirë. Tani duhet t'i shikoj edhe pasi t'i laj disa herë, por që vjen shumë i butë, shumë i ngrohtë, edhe ka edhe kopsën e vete. Kjo është e para, të vendosim këtu. Pastaj, taratata, ky është një fund i gjatë. Unë jam e gjatë vetë, jam 1,71, edhe mendoj që fundet e gjata më shkojnë. Pastaj, një fund tjetër është ky. Ky është i shkurtër, por normalisht vishet me geta të trasha, edhe besoj se duket mirë, se
ju duhet të dini që unë nuk paravesh të shkurtra, shumë të shkurtra, jo për ndonjë gjë kush e di, por unë nuk ndjehem rehat. Por të isha pak skeptike, po thash okay, me geta të trasha do të gjaj deri diku, okay. Pastaj, kur ju thash për ngjyra që guxova është kjo. Është e kuqe, mendova që do të përshtatet shumë edhe për festat, për Krishtlindje, edhe është shumë e butë, ka këtë detaj në ripave këtu. Ju thash, unë i provova, nuk rezistova dot, sa po erdhën i pash i provova, edhe kjo më pëlqente shumë. Ka këto kopsat që janë kështu ngjyrë floriri, edhe këto shumë të bukura. Nga mbrapa është kështu. Unë këtë e kam marrë mas L sepse doja që të mrinte e bollshme, normalisht me kopsa e përshtatshme për gjithënje. Për këtë, kjo më pëlqen shumë, por nuk e di në qoftë se më rri mirë mua. Këtë e kam marrë masa më duket, po duhet ta shikoj në qoftë se do më pëlqej vetja. Më pëlqen shumë si material, si ngjyrë më pëlqen super shumë, po nuk e di në qoftë se do të jem komode me këtë. Do të më thoni edhe ju kur na shikoni se si duket, edhe kjo që e lash për në fund, jo rastësisht, por që më pëlqen shumë, është një set, vjen me këtë xhaketën, se thash okay, vjen me fund dhe me xhaketë. Nëse fundi nuk më rrin mirë, të paktën e di që xhaketa do të m'pëlqej, edhe është kjo xhaketa këtu. Kjo vishet me fundin, vishet me xhinse, vishet me shumë, kombinohet me pantallona, kombinohet me shumë outfite, edhe thash okay, këtë e dua. Edhe kjo vjen me kopsa, si gjithmonë, e përshtatshme për periudhën e jetës që jam unë, i ka xhepat falso, nuk i ka xhepat të vërtet, edhe pastaj është fundi. Nuk e di tani, do të më thoni nëse më rrin më mirë fundet kështu, që janë në këtë formë, apo fundet e drejta. Tani, barku shtazanis është ende aty, nuk është e ka ikur, sidomos kur është me cezarian është çik më e vështirë, po që mendoj që për këto festat, për këtë periudhën e dimrit, për këto festat mendoj se kam bërë disa zgjedhje të duhura. Tani do t'i shikojmë bashkë edhe do të më thoni dhe ju në komente se cili ju pëlqeu më shumë. Let's go! Faleminderit shumë që ndoqët të video, do të shihemi në videot e tjera. Mos harroni të lini një koment, një like, subscribe nëse keni dëshirë, dhe shihemi në videot e tjera. Paqim, kalofshit mirë!